Pas anulimit të takimit mes presidentëve Trump dhe Putin në Budapest, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia ka nisur një garë për treguar Moskoj. Moska testoi raketën e re burvestnik me fuqi bërthamore, një veprim që u konsiderua si një mesazh ndaj Washingtonit. Gjithashtu të mërkurën, presidenti Vladimir Putin njoftoi se kishte testuar me sukses dronin e ri në New York me fuqi bërthamore, Poseidon. Putin deklaroi se arma e re është e pakapshme dhe tashmë është etiketuar si makina e shkatërimit. Droni mund të udhëtojë deri në 200 kilometra, është 20 metra i gjatë dhe 1.8 metra i gjerë dhe peshon 100 ton. Sipas Putin, fuqia e njëjtë në New York ja kalon dhe raketës ndërkontinentale Sarmat, një nga më të avancuara në arsenalin rus të armatimeve. Për të kundërpërgjigjur dhe për treguar se Shtetet e Bashkuara nuk i trembën as kujt, presidenti Donald Trump i ka bërë thirrje krerëve të ushtrisë amerikane që të nisin testimin e armëve bërthamore për të qenë në të njëjtin hap me vende si Rusia dhe Kina. Duke qenë se vendet e tjera po kryejnë testime, kanë urdhëruar Departamentin e Luftës që të nisë testimin e armëve bërthamore në kushte të barabarta, shkroi Trump në profilin e tij në Truth Social. Ai shtoi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara kanë më shumë armë bërthamore se çdo vend tjetër, me Rusinë që vjen e dyta dhe Kinën e treta. Mirë, kemi dikur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Erdian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes, kënaqësi jeni me mua sot. Përshëndetje nderuar, kënaqësi për ftesën. Zoti Elezi, ashtu si e thashë edhe në fillim, pra pas anulimit të takimit Trump dhe Putin në Budapest, të dy superfuqit duket se po rikthehen, po i shuan një garë klasike të armatimeve bërthamore dhe Rusia teston edhe raketën burvestnik dhe Poseidon, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpallin rikthimin e testimeve bërthamore. Pyetja është, apo hyn tashmë në një kapitull të ri të luftës së ftohtë midis Moskës dhe Washingtonit, apo kjo është thjesht një përplasje për dominim politik dhe perceptim publik? E nderuar, në kontekstin e dinamikave të qëllimeve të konfliktit, të një armë pushim ka qenë e pamundur për shkak të atyre që palët ndërluftuese, Rusia në rastin konkret dhe Ukraina nuk bien dakord në përsa lidhet me objektivat e konfliktit dhe në nënshkrimin e paqes. Ndërkohë që kemi një ndryshim të shëbas në lidhje me këto dhe pikërisht në kundërreagim, Rusia, pavarësisht faktit që është në sanksione dhe ndjehet kriza edhe efektet e aplikimit të sanksione në ekonominë ruse, tregon përmes kësaj që ende është një fuqi që nuk mund të neglizhohet. Kemi parasysh kapacitete mëdha ushtarake të saj, një fuqi bërthamore, teknologjia ushtarake është një avantazh konkurrues, e cila po materializohet përmes testimit të armëve nivelet më të lartë të karakterit strategjik si ju përmendët burvestnik, që tregon një farë mënyre presionin, është një mjet politik dhe ushtarak ku synon që të arrijë në objektivat e saj strategjike në kuptimin e majtjes atyre ekzistuese, por edhe të imponimit dhe presionit që i bën SBA dhe bashkimit dhe vendet NATO-s dhe BE-s që në trezin e bisedimeve do të merrnin në konsiderat ato gjëra të cilet uji kam kërkuar dhe s'mund të devijoni prej tyre dhe në çdo lloj përpjekje për ta ndryshuar dinamikën e luftimeve përmes presioneve, përmes zgjerimit të koalicionit dhe aplikimit të sanksioneve të reja, ka treguar që Rusia nuk po mposhtet, por po ka kapacitetet e saj ushtarake në mënyrë të tillë saqë zhvillimet teknologjike e bëjnë që ajo të testojë këto risi dhe të jetë në gjendje dhe të bëjë presion. Dhe rasti burvestnik që tregon është një armë me autonomi, po themi autonomi manovrimi në kuptimin një armë karakterit strategjik për shkak të largësisë, manovrueshmërisë dhe elementeve dhe karakteristikave të shumta të saj për penetru dhe në nivele të ulta, por dhe për të shmang goditjet e sistemeve kundërajrore dhe mbulesës mbrojtjes ajrore, tregon që Rusia është në gjendje që të përballoj sfidat e krizës ekonomike, por edhe të mos lëshoj peng nga objektivat e saj përmes nxjerrjes së këtyre armëve, e cila, siç e tha, ka një autonomi e cila godet në çdo pikë, në çdo largësi, ke parasysh që i shpëton edhe sistemeve mbrojtjes kundërajrore dhe radarëve, është një armë qa konvencionale që në vetvete mban edhe ato armë konvencionale, por më së shumti që është kërcënim dhe rrezik është për armë
ka dhe pajisje bërthamore dhe pikërisht për këtë arsye ajo është shqetësimi kryesor dhe kanë nxjerrë edhe kundër reagimin edhe SBA-s dhe NATO-s, e cila po teston nga vetë sistemet e armëve bërthamore. Nuk besoj që jemi në një përplasje, po jemi në një testim nervash, në një luftë psikologjike ku ashtu siç ka qenë historia e luftave dhe konflikteve që nga historia e Tukididit, ku armatosja njërit sjell kundërreagim dhe friksim të tjetrit dhe jemi brenda kësaj logjike deterrencës e cila në themel të cilës po të referohemi pas luftës së ftohtë, pikërisht doktrina nukleare është pjesë e kulturës strategjike të dy superfuqive të kohës, e cila ka çfarë? Ka deterrencë nukleare, pranë që friksimin e tjetrit në raport me një reagim apo kundërreagim që mund t'i vijë për shkak të sulmit apo për shkak të presioneve që mund vinë. Apo si thon francezët, strategjia e difuzionit, cilët ti nuk mund të ndërmarrësh një sulm ndaj meje për aq kohë sa që nuk e di rrezikun e përshkallëzimit të konfliktit apo reagimin tim. Është, po themi, ajo që quhet në edhe në gjuhën, po themi, tashmë të përdorët karma in bishi, në rrasë ti do të më reagosh, do të kthehet me fjalë si kundër, me fjalë damtatit, me fjalë duke pas parasysh pasojat e reagimit kundërshtarit. Zoti Rezi, nga ana tjetër, presidenti rus Vladimir Putin e shuajti dronin në New York për Poseidon si makinë shkatërimi të pakapshme për sistemet perëndimore të mbrojtjes. Pyetja është se çfarë ndryshon konkretisht Poseidon nga armët të tjera bërthamore dhe nga ana tjetër, a përbën kjo një kërcënim real për ekuilibrin strategjik global? E nderuar, është një ta linjë sjellje apo logjik siç është për armën bërthamore, armën strategjike të konvencionale bërthamore me mbushje përform burevestik, e cila ka mënyrëshmëri të lartë dhe fal teknologjisë, sepse Rusia po teston nivelin më të lartë teknologjisë në teatrin e luftimeve si një mjet presioni për të arritur objektivat e vet strategjik politik në tavolinën e nesme, për arritjen e marrëveshjes. Edhe kjo është brenda kësaj logjike ku po i shpalos gjithë teknologjinë e saj ushtarake, ato sepse Rusia dhe ushtria ruse pikërisht nga këto mite është një ka ushtrin, ka teknologjin, ka strategjin, ka forcat, ka demografin, ka territorin, kapacitetet ekonomike, gazin, naftën, këto janë fuqi element një shtetit që tregon për pavarësisht krizave apo të që kam përjetu, teknologjia në nivelin dhe përshkallëzimin që e ka marrë në rastin e këtij konflikti po tregon më së miri që ajo po testohet me sukses në kuptimin po përdoret dhe si mes presione nga ana e palëve, në rastin konkret qoftë edhe ajo themi raketa Poseidon, e cila ka aftësi goditëse të strategjike, në lartësi strategjike, të tregon që nuk mund të qoftë perëndimi, qoftë NATO, po edhe SBA-ja nuk mund ta anashkalojnë Rusinë përmes presioneve apo përmes sanksioneve dhe zgjerimit të tyre, por duhet marrin konsiderat realitetin dhe duhet marrin konsiderat objektiva strategjik të tyre superfuqive, këtyre fuqive. Kemi parasysh që konfliktet e mëdha që ndodhin, sidomos të vatra me ndihmëri të mëdha strategjike, siç është lindja mesme, siç është Indo-Paqësori, siç është ku kemi parasysh interesin e Kinës dhe SBA-s dhe jo vetëm dhe aladër rreth, sikunde edhe rastin e Ukrainës, për të dëshirave dhe objektivave duhen krahasysh edhe interesat gjeostrategjike të secilit nga këto shtete, i cili çfarë janë përgatit për mbrojtjen e interesave të tyre strategjike përkatëse. Dhe rasti i Rusisë është që ajo ka një trashëgimni dhe është një superfuqi bërthamore dhe ka një avantazh konkurrues për armët nukleare dhe bërthamore në raport me shtetet tjera, dhe bilanci ushtarak i Rusisë po dhe Kinës në raport me SBA-n është konkurrues në kuptimin një shumatore, pavarësisht avantazhit që ka SBA, por që tregon në farë mënyrë që nuk supremacia saciore nuk tregon gjithsesi në raport me atë që mund t'i vijë nga zbatimi i teknologjisë dhe zhvillimit të saj nesër nga aplikimi në teatrin e luftimeve. Dhe këto dy armë që u përmendën janë të karakterit strategjik për arritjen e këtyre objektivave, aq më tepër që kanë vetvete edhe element të një deterrence,
temi nukleare, ku janë armë bërthamore, me mbushje bërthamore, krahas atyre objektivave konvencional që arrin në aspektin taktik në gjatën e luftimit që po ndodh, se Rusia po i mbron këto objektiva aty ku është, nuk po potencion dhe zhvillon më tej, falë edhe këtyre presione që i bën përmes këtyre armëve të reja për të thënë që atyre ndal, por hajde të diskutojmë dhe të arrijmë marrëveshje sipas dakordësisë apo sipas objektivave që kanë. Dhe kjo është qëllimi kryesor. Sikundër edhe për të parandaluar dhe për të friksuar presionin që mund të vijë nga perëndimi SBA-ja dhe BE-ja dhe NATO, që në rast se do merrni një, po themi një përshkallëzim konfliktit duke autorizuar Ukrainën për përdorimin e raketave Tomahawk apo sikundër edhe aplikimin e teknologjisë më të avancuar ushtarake, atëherë konflikti do të shkojë drejt panjorëve dhe ekuacioni i luftës i konfliktit do marrë pastaj edhe shumë pasigurinë në kuptimin e zgjidhjes e përfundimit të saj, por që do të tek e fundit do jetë diplomacia që politika që do vendosë, dhe po të themi pas në historinë e konfliktit dhe në rastin e Rusisë, Rusia mbështetet mbi disa mite, ku fokusi kryesor ka ushtrinë, ka strategjinë, ka teknologjinë, zhvillimin e më të lartë të saj, ka arsenalin bërthamor, kapacitetet ekonomike që vijnë resurset e pafund, demografinë, territorin, që ka thellësi strategjike, si është një element bazë që i garanton një farë mënyrë çdo lloj skenari lufte dhe konflikti, dhe këta po e tregon edhe ky konflikt, ndërkohë që në raport me shtetet e tjera këto elemente edhe mungojnë. Kemi parasysh që Ukraina nuk ka thellësi strategjike, është kufizuar limitet e saj që varet nga mbështetja e aleatëve, të cilët çfarë po testojnë çdo lloj skenari në lidhje me të ardhmen e kësaj lufte, përfshirë edhe kohezionin e tyre të brendshëm, përfshirë edhe aplikimin e teknologjisë ushtarake, sikundër po përpiqen edhe për të prishë edhe të t'ia hequr apo të dobësuar mbështetjen e aleatëve të Rusisë, siç janë BRICS, rasti i takimeve që ndodhen së fundit me Kinë apo në vendet e ASEANit, apo në ato të aleancës së sigurisë që është organizata Shangajt. Gjithë janë do parë në tërësinë e tyre gjithë këto elemente analiza. Zoti Lezi, nga ana tjetër, a mendoni se po e përdor Trump pra këtë garë bërthamore si një mjet politik, apo bëhet fjalë për një lëvizje strategjike të mirëfillt të Pentagonit, sepse Donald Trump në reagimin ndaj testimeve ruse urdhëroi fillimin e testimeve bërthamore amerikane, duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të mbeten mbrapa? Nderuar, tregon një farë mënyrë edhe shqetësimin e real që ka dhe SBA-ja për hir të vërtetës, se kuptimin që konflikti ka kaluar disa vite tashmë dhe nuk dihet përfundimi pavarësisht përpjekjeve të bëra, dhe ka arritur në nivel të lartë të këtij rreziku për shkak të daljes edhe evidentimit të këtyre armëve bërthamore, dhe ai, siç e thash, kurthi Tukididi apo gara armatimit, i ethet e garës armatimeve apo deterrenca i përfshin këto të mbledhtë, dhe në rast se do kemi një zbatim të këtyre armëve nga ana e Putin apo e Moskës, i cili i ka testuar me sukses këto armë, qoftë Poseidon po edhe Buresnik, nga të njëjtë do kemi një kundërargim, edhe është normal kjo, për treguar dhe ato aftësinë e tyre reaguese dhe mbrojtëse, për të thënë që ne nuk kemi këtu thjesht vetëm një retorikë diplomatike apo për zbatim sanksionesh, e cila për hir të vërtetës nuk i ka arrit ato objektivat strategjike dhe finale, por që jashtë të fundit edhe ushtria dhe armatimi që do vendos. Por nuk besoj që do kemi një përplasje, po është thjesht dhe vetëm një testim dhe një luftë psikologjike, reagim kundër reagim që i bëjnë të mëdhenj dhe fuqitë e mëdha, e cilat ato do të vendosin për hir të vërtetës. Por që thënë edhe këtyre të vegjël që nuk kanë gradë liri për të manovruar, për të vendosur, por do tek e fundit janë brenda interesat mëdha strategjike të këtyre shteteve dhe arritjen e objektiva, tek e fundit vendimet ato do i marrin. Dhe imagjino, presidenti Trump dhe SBA gjithmonë ka qenë edhe këshilluese në sensin e asaj, përpjekjet kanë qenë për t'i dhënë fund të paqes luftës, por nga ana tjetër kanë dhënë edhe sugjerime orientime për ta parë për një tërheqje, koncesion qoftë Ukrainës, por edhe vetë perëndimit, për t'i dhënë sinjale, sepse konfliktet dhe interesat e përplasjes së këtyre superfuqive apo fuqive të mëdha nuk janë thjesht vetëm në një zonë caktuar siç është në Ukrainë, po janë edhe në Indo-Paqisor, po janë edhe në Arktik, po janë edhe në vatat e tjera të cilet ato mund të ndanë në gjeohapësirë,
në gjopsie të cilët kanë më shumë për të dhanë interesat janë më të shumta për që i bashkojnë raport me ndasit apo përplasje që mund të vinë në zona të caktuara dhe si tillë parë në këndvështrimin e historisë këtyre konflikteve. Besoj që ato edhe dakordsohen për të lësuar njëri tjetrën në një zonë caktuar, por për ta kompensuar atë në zona të tjera apo me fusha me interes përbashkët, të cilët janë për punët botërore, për paqen e sigurisë e globit janë të shumta, nuk janë thjesht vetëm një konflikt. Po testohen edhe këto vata, testohen edhe aftësitë e tyre të fuqisë edhe përpjekjet për dominim apo hegemoni, po sikundër pa i neglizhuar dhe interesat. Zoti Lezi, nga ana tjetër vendimi i Washingtonit për të sankcionuar kompanitë gjigante Lukoil dhe Rosneft duket se ka cëruar sërish marrëdhëniet midis dy vendeve, duke ndalur çdo përpjekje për dialog dhe kjo ndodhur pas takimit të tyre në Alaska. Sa mund të ndikojë ky spiral tensioni në tregjet energjetike globale dhe në raportin e fuqisë mes Perëndimit dhe Rusisë? Nderuar, ka një përpjekje që bazë për t'ia shkputur varësinë ekonomike apo që quhet sigurinë energjetike të Perëndimit përmes asaj që quhet gjeopolitika e tubacioneve apo naftës dhe gazit, ku për hir të vërtetës për shkak të investimit të madh në kohë që ka bërë Rusia, e ka kurzuar në qëndrimet e saj Evropën për shumë kohë, kjo është parë në disa konflikte që ka qenë pazojë Evropa për të ndërhyrë apo për të qenë një zëri koherent lidhur me qëndrimet ndaj Rusisë. Kemi parasysh që ndodhet në Moldavi, kemi parasysh të Krimen, po dhe shumë qëndrime të dyzuar lider të caktuar evropian, të cilët janë kurzuar pikërisht nga interesat dhe kurzimet fjalë të varësisë ekonomisë së tyre nga gazi dhe nafta ruse. Dhe strategjia amerikane është pikërisht ta shkputë këtë varësi për të krijuar një diversifikim rrjetesh furnizimi përmes të tjerëve, por në rastin konkret edhe SBA-ja është pjesë një aktori të rëndësishëm në këtë drejtim, fjalë që ekonomia evropiane mos të varet tërësisht nga ajo ruse, por kjo nga ana tjetër e dobëson ekonomikisht Rusinë, paksa dhe tenton t'ja dobësojë dhe ato pak ndikime që mund të ketë në shtetet e Bashkimit Evropian të Evropës, duke parasysh këtu qoftë Slovakia, po qoftë edhe Rumania, Hungaria, janë shtete të cilet nuk e kanë prish kohezionin e brendshëm evropian, pikërisht për shkak lidhje ekonomike apo një lloj furnizimi që merr nga Rusia me termat më të zbutur tarifor, ndërkohë që nga ana tjetër, strategjia e madhe e Rusisë ka qenë e tillë sa që është përgatitur për këtë skenarin e luftës së konfliktit, duke diversifikuar linjat e saj të furnizimit me vendet e jugut dhe kryemi parasysh atë që është marrëdhëniet që ka me Kinën kryesisht, me Indinë, me Pakistanin, Indinë dhe Iranin. Dhe këto janë ato kryesorë që në një farë mënyrë kanë zbutur efektet e krizës dhe aplikimit të sanksioneve të Bashkimit Evropian, ku është edhe synimi kryesor edhe i SBA-s që t'ia dobësojë dhe t'ia shkpustë të lidhje, ku dhe takimet e fundit të presidentit Trump me Kinën, me presidentin